sot jam para jush për me fol për një skandal, një ndër skandalet më të rënda të sektorit të energjisë që ka të bëjë me regjistrimin e njësorëve elektrik të konsumit të energjisë elektrike në tarifa të ndryshme dhe të një hulumtimi të cilin e kam bërë në Prishtinë dhe në Ferizaj. Me ju tregu kështu si kronologji, kam fillu e kam vrejt një anomali në njësort e energjisë elektrike dhe pastaj kam fillu me bërë si hulumtim dhe kam inspektu dhe kam hulumtu dikon rreth 900 njësor elektrik në zonat e Prishtinës dhe Ferizajt, prej cilve 87%, pra 87% të këtyre njësorve kanë rezultu që nuk e masin kohën ashtu si duhet, pra kanë gabim. Dhe këtu të dashur gazetar, të dashur qytetar, nuk po flasim për një gabim teknik, po flasim për një mashtrim ose manipulim sistematik, sepse mostra prej 884 njësorve, nga cilë 87% nuk është një rasti, por nuk mund të themi që ka një glitch të sistemit, po flasim që ka një manipulim ku ky skandal ju ka kushtu qytetarëve të Republikës Kosovës miliona euro. Në vazhdim do t'ja u shpjegoj pak sa për me sqaru se si ka funksionu. Pra, po e shihni disa njësor të energjisë elektrike dhe po e shihni që nuk përkojnë me kohën reale. Pra, koha në njësor, këtu për shembull është 7:55 minuta në mëngjes, koha reale është 3:26. Çka ka ndodhur? Në momentin kur zyra regulatorët të energjisë i aprovon tarifat, dhe ne kemi tarifën e dimrit dhe verës, kemi tarifën e ulët dhe shtrejt. Në orën 10 në mramje, gjatë muajve të dimrit, supozohet që qytetarët e Kosovës me përdor tarifën e ulët të energjisë elektrike. Dhe në atë kohë ne kemi ndezë pajisjet elektroshtëpiake. Pra në orën 10 kemi lëshu ndoshta nxemjen, kemi lëshu lavatriçen, pajisjet për larjen e enëve, ku ta diun, dhe tu i mendu që po fakturohemi me të lirën. Realisht energjinë jem të pagu me të shtrejtën. Dhe dallimi këtu në çmim e dini që është 6.20 cent me lirën dhe 13 cent është me shtrejtën, pra ka një dallim diku për 112% rritje. Pra kjo është një mashtrim. Për shembull këto katër njësor ka varion dallimi për 2 orë 8 minuta në parë, 3 orë gjysmë këtu, 7 orë gjysmë këtu, i fundit ka 48, po ka dhe raste ku kjo diferencë shkon deri në 15 orë. Pra është komplet disbalans dhe çakordim i komplet sistemit të fakturimit të energjisë elektrike. Ju kujtohen që kem pasur edhe thirrje madje nga qeveria Kurti, nga ministri Rizvanolli, që të kujdesemi për konsum të energjisë, ta shfrytëzojmë energjinë natën, të përdorim pajisjet elektroshtëpiake gjatë mbrëmjes në orën 10 e tutje, tu i mendu që kursejmë energji dhe kursejmë para. Dhe në realisht çka ka ndodhur? Ka ndodhur që i tërë ky sistem të rezultoj në një skemë të menduar e cila i ka penalizuar qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra peshini, këto është ora 12 e natës, ora 3 pas dite, pra është një diskrepancë bukur e madhe. Dhe pyetja është e thjeshtë. Pra në 5-6 vitet e fundit ne kemi pas disa iniciativa nga Kesko për të zëvendësuar një sort analog në ato digital, dhe arsyeja e këtyre zëvendësimeve ka qenë pikërisht që të menjanojmë ose të izolojmë rastet e vjedhjeve të energjisë elektrike që mos mund t'i keq përdorim këta njësor. Dhe realisht çfarë pas ka ndodhur këtu? Pas ka ndodhur që Kesko pas ka keq përdorur komplet sistemin e faturimit të energjisë elektrike dhe përfitimet multimilionshë pra kanë shku tek Kesko. Inkasanti kur vjen me pru fakturën të shtëpia, ta regjistron sa ke përdorur energji elektrike, të kallëzon sa pare ke pagu, por është dashur me të kallëzuar që edhe orën nuk e kin rregull në njësor elektrik dhe në vend që me të fakturu me të lirën në kohën kur është dashur me të fakturu me të lirën, të ka fakturu me të shtrejtën. Pra këtu duhet me kërku një përgjegjësi, sepse po e shohim qartë që qytetari nuk pas ka abuzu, po pas ka abuzu Kesko në këtë rast. Dhe Keskon e monitoron dikush, zyra regulatorit e energjisë, që është bashkë fajtore në këtë mashtrim. Pra, nëse zyra regulatorit e energjisë i ka aprovu tarifat dhe ka tregu se kur qytetarit duhet me u fakturu me çmim të lirë dhe kur duhet me u fakturu me çmim të shtrejt, atëherë ata është dashur me u kujdes
që ai implementim i atyre rregulloreve, i atij ligje që ka nxjerrë vetë zyra rregullatorit të energjisë të zbatohet. Pra ata nuk janë kujdes dhe ka ardhur deri te kjo të cilën po e shohim në ekran, në fotografi të cilat i paraqita edhe pak më herët. Dhe në fund tash, unë mendoj që këtu duhet të shikohet zinxhiri i përgjegjësisë. Pra gjithë ata që kanë përgjegjësi duhet të marrin dënimin e merituar. Ne si Lidhje Demokratike e Kosovës kërkojmë që të ketë hetim të pavarur, forenzik madje, dhe auditim të sistemit të fakturimit të Keshkos. Me pa se sa është e madhe kjo humbje, sa duhet me ditë qytetarët se sa para kanë paguar në formë jo të lehtëshme në fakturat e energjisë elektrike. Duhet dhe po kërkojmë ndërheqje të bordit të zyrës rregullatorit të energjisë, sepse këta kanë dështu me implementu vendimet e tyre, ligjet e Republikës Kosovës, kodin e fakturimit dhe ka dështu me mbrojt interesin e qytetarëve. Pra, zyra rregullatorit të energjisë është për me rregullu tregun dhe sistemin energjetik. Është edhe me mbikëqyr implementimin e vendimeve të veta, po është edhe me mbrojt interesin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Prandaj kërkojmë tërheqjet menjëhershme të bordit. Qytetarët duhet me kërku kompenzim. Ne kërkojmë kompenzim për qytetarët për dëmin të cilët ju ka bë. Pra nëse Keshkon këtë radhë, fali, ka ardhur me regjistru konsumin, me fakturu energjinë elektrike, por nuk e ka kalibru njësorin elektrik me ma drejt, atëherë nuk ka drejt me i përfitu gjitha ato mjete, sepse po flasim për miliona euro dëmet të cilat janë shkaktu. Dhe në kuadër të kësaj, ne gjithashtu kërkojmë ndërprerje të menjëhershme të çdo procesi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike nga zyra rregullatorit të energjisë. Përtej fakteve tjera që i dim se nuk duhet ketë ngritje të çmimit të energjisë në këtë fazë, ne nuk mund pranojmë ndonjë vendim nga një institucion i cili ka humbur kredibilitetin, edhe moral, edhe profesional, dhe nuk ka legitimitet me rrit ma çmime e me marrë vendime në kurriz të qytetarëve, sepse besimi i qytetarëve për ta ka humbur. Dhe në fund, gjithsesi i bëjmë thirrje prokurorisë të vendit për të hetuar personat përgjegjës dhe nëse këto gjetje përbëjnë elemente të përgjegjësisë penale. Prandaj, unë ju bëj thirrje qytetarëve, ashtu siç e kam filluar, sepse kur kam pa këto anomali të cilat kanë ndodhur me disa njësor elektrik, unë edhe për shkak se i takoj një partije politike kam obligim me dalë dhe me tregu të vërtetën me fakte të cilat i paraqita. Por të njëjtën kohë, du me kërku prej qytetarëve me i verifiku njësorët elektrik në shtëpitë e tyre dhe mos me hesht, mos me u pajtu me hajnin, mos me u pajtu me këtë zgjedhje sistematike e cila ka ndodhur. Prandaj, kontrolloni njësorët, ata të cilat i kanë njësorët e tyre gabim, le t'i dërgojnë tek unë që t'i publikojmë edhe ato fotografi dhe të kërkojmë që shteti dhe qeverisja duhet me umat me mënyrën se si trajtojmë qytetarët, jo se si i penalizojmë ata dhe i obligojmë në aspekte financiare të bëjmë pagesa të paleqshme. Prandaj, unë mendoj që qytetari i Republikës Kosovës sot po trajtohet padrejtësisht, edhe për shkak të kostove të larta të çmimit të energjisë elektrike që ne po i paguajmë çdo muaj, edhe për shkak të kësaj vjedhje sistematike të cilën e prezantova para jush.